bashkuar të flasim për një histori njerëzore. Do dalemi tek një vajzë e cila ka zgjedhur që këtë rrëfim personal të saj, në atë të humbjes së peshës, t'ia tregojë edhe publikut për të kuptuar gjithë sfidat e peripecitë, çfarë ka shtyrë që të ketë këtë zgjedhje për veten e saj. Por për të kthyer edhe frymëzim, unë kam thënë gjithmonë që kilogramët e tepërt nuk është çështje duke. Flasim vetëm për një mirëqenie, për shëndet, edhe gjithmonë në kuadër të kësaj të ndjerit mirë me veten, ne zhvillojmë këto biseda në këtë program. Jemi në studio me Kristina Koren, e cila ja ka dalë në formën më të mirë të mundshme, që nga 104 kg të shkojë në 68 kg për një vit. Mirë se vjen. Mirë se vjen, kënaqësi që jemi së bashku për të kuptuar këtë rrugtim edhe këtë zgjedhjen tënde, nga 104 kg në 68 kg për një vit. Si ja dole? Ne është diçka që shumë e rëndësishme të jesh i shëndetshëm, para se të jesh i bukur, domethënë. Sigurisht. Duke qenë se nuk ndihesha shumë e shëndetshme në atë peshë që kisha dhe nuk mendoj se askush në një peshë 104 kg dhe me një gjatësi 1,65, 1,70 është i shëndetshëm. U desh të bëja një ndryshim për veten time. Dhe zgjodhe që të dedikohesh për një kohë të caktuar, për disa muaj me radhë, se nuk është bërë ende vitin athe, për t'i humbur këto kilogram. Zgjodha të ndryshoja stilin tim të jetesës, pasi nuk është se është thjesht një dietë që unë kam mbajtur për një afat të shkurtër kohor, por kam bërë ndryshime në stilin e jetesës dhe në zakonet e mia të përditshme, domethënë një ndryshim total i jetës. Sigurisht. Mirë, Kristina, ti ke humbur 36 kg në 10 muaj, nga korriku i vitit të kaluar, dhe këtë korrik bëhet një vit i plot. 36 kg. Qëllimi yt është të shkosh në 60 kg, ke thënë, por besoj dhe atje do arrish së shpejti. Përpos kësaj dietës që ti more, për edhe aktivitet fizik, do shta të shtuar, me orë të tëra? Kjo është diçka që e kam diskutuar edhe herë të tjera. Në fillim, kur unë humba 20 kg e parë, nuk kam bërë aktivitet fizik, domethënë me ushtrim me rezistencë. Pavarësisht se sugjerohet, por çfarë ndodh? Në momentin që ti bën palestër dhe bën ushtrime me pesha, përveç se ti je duke humbur djam, je duke shtuar edhe muskull, që është një gjë shumë e mirë. Por tani shumica e njerëzve shohin një ndryshim shumë të vogël në peshore dhe një ndryshim shumë minimalist, dhe kjo është ajo që i shtyn njerëzit që ta ndërpresin ndryshimin e tyre që kanë bërë. Unë zgjodha që derisa unë humba 20 kg, të bëja vetëm ecje ose kardio të lehtë, domethënë të moderuar, për shembull ecje në malore që nuk e rrit kortizolin dhe nuk e rrit shumë masën muskulore, derisa unë pash ndryshim tek vetja ime dhe pastaj zgjodha që të bëja ushtrime rezistence bashkë me kardion e moderuar. Pra pasi humbe 20 kg. Po. Dhe nga ty nise të humbësh dhe 16 kg të tjera. Malore, na trego pak këtë maloren. Sa shpejtësi, sa incline, pra sa malore në pistën e palesтрës? Atëherë, në fillim kam bërë të paktën minimumi 30 minuta, 25 deri në 30 minuta malore, të paktën 3-4 herë në javë, dhe shpejtësia ime maksimale është 3.5 deri në 4.5 që kam përdorur. Derisa tani përpiqem që ta alternoj, domethënë 3 minuta pak në maksimumin, domethënë 4.5, 3 minuta 3.5, dhe shtoj pak më shumë kohën që e zgjas. E drejt, Kristina, humbe për 10 muaj 38 kg, apo jo? Po, 37-38 kg. U desh të ishe dorë nga buka, nga pastat, nga ndonjë produkt i cili vërtet të ndryshoj të përditshme? Fatkeqësisht po, edhe në fillim, duke qenë se unë kam edhe sindromën PMS-s, ose ndryshe PCOS, se tani ka ndryshuar. Po, e drejt. Në fillim është dashur që të heq dorë nga gluteni, domethënë nga karbohidratet. Kam përdorur karbohidrate, nuk i kam pasur zero, por kam përdorur karbohidrate komplekse. Domethënë bukën e bardhë normalisht që e kam eliminuar. Çfarë konsumoj në vend të saj? Në vend të saj kam konsumuar bukë integrale me fara ose me miell hikre. Nëse mund na thuash. Tani doza varion në sasi të peshës, në sasi të deficitit kalorik që ti dëshiron të mbash gjatë kohës tënde, domethënë, por unë personalisht kam konsumuar një fet bukë integrale në mëngjes, se kam pasur më shumë vaktin në mëngjesit që e kam shtuar bukën si karbohidrat, gjithmonë atë që është integrale, dhe preferoj atë që është me miell hikre. Pra pas ke gjetur zgjedhje për ta zvendësuar, jo duke i larguar totalisht karbohidrat. Absolutisht jo, nuk është fare. Se tonë që po të heqësh bukën ndodh magjia. Varet se çfarë lloj buke, sepse është shumë e debatueshme, ka një pafundësi llojesh të ndryshme buke dhe miell që mund të përdoret për të bërë bukën, domethënë, që mund të ndikojnë negativisht ose pozitivisht në dietën tënde. Mirë, Kristina, të mbasësh thuajse 40 kg për 10 muaj. Të ka kushtuar, ka kosto për regjimin ushqimor që ti ndërton?
Personalisht, jo, sepse unë përpiqem që të konsumoj ushqime jo të procesuara, do të thënë dieta ime konsiston më shumë në proteina shtazore dhe ato janë diçka që çdo njeri ka në dietën e tyre, pavarësisht se mund të jetë duke bërë një regjim. Po, mish pule, mish viçi, peshk, të gjitha gjërat dhe perime. Do të thënë janë përpjekur shumë që të evitoj ushqimet e procesuara. Do të thënë çdo gjë që ka më shumë se 5 ingrediente që unë nuk di ti shqiptoj. E qartë. Kjo është filozofia, domethënë. Po, pak a shumë. Por nuk të ka kushtuar. Nuk ka qenë një ushqyer normalisht shëndetshëm. Jam ushqyer normalisht, tani kohët e fundit për mirëmbajtje, domethënë kam filluar që mund të përdor suplemente që të ndihmojnë me uljen e oreksit, si për shembull lipekal, ose kam rreth një vit që e përdor psyllium husk, që është një fibër e tretshme. Kam dëgjuar që e kanë krahasuar me gjetën e senës, po kjo nuk është absolutisht e vërtet. Psyllium husk nuk është një laksativ, doja ta sqaroja si pikë, domethënë. Psylliumi është një fibër e tretshme që fryhet në zor dhe ndihmon në rritjen e volumit dhe ndikon në rritjen e peristalsit, domethënë lëvizje normale natyrore të zorrës dhe ndihmon me tranzitin intestinal, por nuk është absolutisht një laksativ. Qartë. Kristina, si vajzës, edhe unë kam patur disa po shumë kilogramë të tepër dhe di shumë mirë ndjesin që ti ke kur nuk ndihesh rehat me veten, por filluan të shqetësoni ndoshta edhe komentet e të tjerëve, apo ishte vetëm një mendim i yti që ti mund të ndryshoje dukjen dhe shëndetin tënd, se ç'është më rëndësishme është shëndeti? Unë mendoj se të gjithë njerëzit, jo vetëm unë, marrin komente dhe pozitive dhe negative, se çfarëdo gjë që të bësh gjithmonë do komentohesh. Por arsyeja kryesore sepse unë vendosa ta bëj këtë ndryshim ishte shëndeti im, sepse realisht nuk ndihesha në potencialin tim të plot dhe mendoj se çdo njeri ka vetëm një jetë edhe ja vlen që të jetosh në potencialin tënd të plot. Maksimal, e drejtë. Dhe me shëndetin më të mirë. Shumë njerëz atje jashtë që po e shohin këtë intervistë apo do e shohin në platformat sociale, do thonë, shiko se kjo vajza me emrin Kristina, e cila ka humbur thuajse 40 kg, më lejo ta përmbledh një shifër që në fakt e di që ti do arri shumë shpejt, ka përdorur edhe Ozempikun, Mounjaron, apo nga këto medikamente që ka një lloj stopimi të insulinës e tjerë, e dim procesin, domethënë. Ti ke përdorur Mounjaro apo Ozempik? Personalisht jo, por baza e Mounjaros dhe Ozempik është që të ul nepsin, të ul oreksin, të zgjat pak kohën e zbrazjes së stomakut dhe ti ndihesh i ngopur për më shumë kohë, por të gjitha këto sjellin në fund një deficit kalorik. Duke qenë se ti do konsumosh më pak, do jesh në një deficit kalorik dhe ndaj ti do dobësohesh. E vetmja gjë që ajo do bën është të ndihmon me menaxhimin e oreksit. Pavarësisht se është një proces goxha i komplikuar. Po e thon shkurt, domethënë. Edhe unë gjithmonë jam përpjekur që ta arrija procesin tim të dobësimit dhe procesin tim të ndryshimit në një mënyrë natyrale, sepse edhe nëse ti dobësohesh, edhe ti nuk e ke mësuar se si ta menaxhosh oreksin, domethënë ti nuk je mësuar se si të ndalosh edhe të qëndrosh pak me atë ndjesinë që do jesh edhe i uritur gjatë kësaj periudhe që ti do jesh duke u dobësuar, nuk është nevoja gjithmonë që të kesh ndihmë të jashtme. Kur ti ta ndërpresësh, uria do rikthehet prapë, do jetë prap një proces, një rreth vicioz. Ke menduar ndoshta si plan B të përdorësh Ozempikun? Duke qenë se Ozempiku është një trajtim i obezitetit edhe i diabetit tipi 2, unë në atë periudhë, duke qenë se kam pas një BMI që isha obeziteti klasit të dytë, ka qenë plani im i dytë. Domethënë nëse kjo nuk do funksiononte, realisht do përpiqesha shumë dhe nuk do funksiononte, ndoshta do ta kisha provuar. Nuk jam totalisht kundër, por realisht e mbështes shumë dhe i respektoj shumë njerëzit që përpiqen ta bëjnë natyralisht. E drejt. Kristina, për gjitha vajzat që na ndjekin çdo ditë, edhe duke qenë se plazhi është afër dhe dukja e tyre kthehet në një element të rëndësishëm për to, do thoja unë, jo për të tjerët. Dhe kanë ato kilogramat e tepërt te barku, kilogramat e tepërt te krahat, nuk ndihen mirë me veten e tyre. Ku duhet ta kenë vaktin e fundit në mbrëmje? Sepse duke sikur aty ndodhin mëkatet. E kam dëgjuar shumë shpesh këtë që thonë që të bësh fasting të ndihmon, por unë realisht mendoj që vetmja gjë që të dobëson është deficiti kalorik. Domethënë trupi jot sigurisht nuk është se ka një orë që ta di që tani është darkë edhe kjo që ti do hash do kthehet në dhjam. Pra ti haje edhe në orën 11? Në qoftë se më haj, përpiqesha të haja diçka që ishte brenda dietës time, brenda kalorive të mia, brenda buxhetit tim. Brenda buxhetit tënd, sa merrje dhe sa do digje. Kjo është dhe qëllimi. Por duhet të dish ta llogarisësh në fillim, domethënë. Atë, sepse varet nga pesha dhe nga gjatësia që ti ke, varet nga aktiviteti fizik që ti bën. Ajo është një vlerë që ndryshon. Çdo 5 kg që ti humbet, duhet të bësh një rikalkulim të ri të deficitit tënd kalorik.
Sepse trupi kalon një fazë rezistencë dhe pastaj përsëri duhet ullësh kalorazhin. Ti si i mat kalorit? Një herë në ditë, një herë në javë? Normalisht jo, nuk i mas një herë në ditë ose një herë në javë. Tani mund të them që e kam mësuar pak a shumë se sa kalori më duhen dhe se si ta llogaris deficitin. Sa të duhen? Po tani jam duke ndjekur 1400 kalori, 1350 në ditë. Kuptohet që ka ditë që edhe mund ta t'i kaloj pak, por përpiqem që ditën tjetër ta menaxhoj sërish, domethënë. Është diçka që nuk është shumë fikse, ndryshon. Duke qenë edhe nga gjatësia dhe nga pesha ime dhe nga aktiviteti im fizik varet. Kristina, për vajzat të cilat u është që kanë PCOS, edhe sot PMOS, vezore policistike thoshim dikur dhe tani kemi një rikonceptim dhe kanë tendencën të marrin peshë më shpejt, se një pjesë e mirë e tyre mbas edhe nuk janë të vetëdijshme. Cila është sfida më e madhe për ta humbur këtë peshë? Sfida më e madhe është konsistenca, për mendimin tim, sepse ti në fillim nuk është të do shohësh një ndryshim shumë të madh, ndryshimi do duket, do jetë vizualisht i dukshëm tek të tjerët dhe tek vetja jote. Pas minimalisht 4-5 javësh, domethënë është diçka që do duket atëherë dhe njerëzit deri sa shkon ajo periudhë kanë lënë atë përpjekjen që bëjnë. Pra, çfarë ndodh me trupin e këtyre vajzave që mësojnë që kanë PMOS, kanë PCOS? Atëherë, në shumicën e rasteve PMOS-ja varet se çfarë kuadri ka prekur, por ka një bazë shumë të theksuar të insulina rezistencës dhe kjo insulina rezistencë bën që trupi prodhon më shumë insulinë se ç'duhet, sepse nuk e menaxhon dot sheqerin në gjak. Duke qenë se dieta për PMOS-ën ose regjimi ushqimor, se nuk më pëlqen ta quaj dietë, se dieta ngjan sigurisht për një kohë shumë të shkurtër. Po. Regjimi ushqimor duhet të jetë me ushqime që ta balancojnë sheqerin dhe insulinën në gjak. Është pak e vështirë sepse dieta tradicionale shqiptare nuk e ka këtë, domethënë. Aty hasin goxha vështirësi që derisa ta mësojnë se çfarë ka nevojë trupi tyre për këtë. Qartë. Mirë. Kristina, ti ke humbur thuajse 40 kg në 10 muaj dhe ke një bark të rrafshët. Pra zona jote abdominaleve duket sikur nuk është një vajzë që dikur ka qenë 108 kg. Si ke arritur që mendoj është e meraku i shumë zonjave, vajza gra që në ndjekin, që sidomos pjesën abdominaleve ta bëjnë sa më të sheshtë? Po, atëherë është diçka shumë e rëndësishme që unë e kam folur gjithmonë, rëndësia e fibrave në dietë dhe rëndësia e mikrobiomës intestinale. Jam pak e fiksuar me mikrobiomën intestinale, sepse në qoftë se zorrët e tua nuk funksionojnë normalisht, nuk ka se si ti ta kesh një bark të sheshtë. Edhe dhjami abdominal është dhjami që akumulohet kur ka një ekses kalorish, domethënë, dhe normalisht kur ti do psohesh një trajtësisht në të gjithë trupin. Por, duke qenë se dhe zorrët funksionojnë më normalisht, edhe barku shfryhet dhe duket vizualisht më mirë. Dhe kështu arrite, nuk është se ka ndonjë truk, ndonjë magji, por thjesht është progres, duhet japësh kohës, i thonë kësaj, apo? Duhet të kesh besim tek procesi jote. Te procesi, bukur. E the pak më herë, 5 javë nis edhe shoh. Të paktën minimumi. Efektet e para dhe ne duhet të qëndrojmë atij regjimi që ne vendosim të ndërtojmë. Bukur, shumë mirë. Kristina, tashmë që ke ofruar shembullin tënd, unë besoj që ke patur një qasje edhe online për këdo që ka dashur mbase të mësoj sekretin se si ti u humbe kaq shpejt 37 apo 38 kg për 10 muaj. Ke hequr dorë për postbukusin e përmendëm, nga diçka tjetër që në një farë mënyrë ka qenë një ndikues shumë i madh që ti të mbërrije në 104 kg. Çfarë tjetër ka bërë? Diçka që është shumë e rëndësishme që të eliminohet, për mendimin tim, janë të gjitha karbohidratet që kanë një indeks glicemik të lartë, si për shembull buka e bardhë, patatet, orizi, janë të gjitha këto që nisë shteja, domethënë starch, e rrisin shumë sheqerin në gjak dhe ato nuk të lejnë. Në momentin që insulina është e lartë, trupi jot nuk është në atë gjendjen e djegjes së dhjamit. Dhe ti ke hequr gjithçka që i përmban këto? I kam hequr, i kam minimizuar, i kam zvendësuar me diçka tjetër, domethënë gjithmonë përpiqet që të gjehet një rrugë mesme, jo restriksion 100%. Po ka shumë vajza që thonë që të detyruara nga vendi i tyre i punës, të detyruara nga rutina që kanë, nuk ushqehen dot shëndetshëm. Është justifikim ky? Të gjithë njerëzit që më njohin mua e dinë që unë gjithmonë kudo që shkoj marr ushqimin tim me vete, përveç në rasteve kur shkoj për drekë ose për darkë, sepse kam shumë të rëndësishëm që të kem atë programin tim, domethënë. Edhe është shumë normale që ti të kesh ditë që nuk e bën dot, por në 80% tënd është shumë e arritshme që ti ta marrësh diçka, qoftë të thjeshtë me vete që ta konsumosh si snack ose si dreka. Mirë. Sigurisht. Kristina, kam një pyetje të fundit dhe jo më kohë të ruajta për në fund, sepse një detaj që ne nuk e kemi ndarë me publikun
jo pa qëllim, është që ti ke kryer ciklin 6 vjeçar për mjekësi dhe aktualisht je duke ndjekur një masterclass për nutricion. A duhet patjetër të kesh këtë formim akademik, pra të ke studiuar për mjekësi, të jesh ndoshta informuar mbi nutricionin, që të kesh rezultate që të ke patur, apo nuk është e thënë? Në momentin që ti hasesh, qoftë edhe me një pacient, po qoftë edhe ti vetë ke një problem metabolik, si që është PCOS-ja, realisht dieta që ti duhet të mbash nuk mund të jetë thjesht një dietë që të thuhet ha më pak edhe hec më shumë dhe do funksionoj për ty. Normalisht që ka një patogjenez kjo gjë që duhet ta riparosh dhe të ndihmon shumë që të kesh një background, të themi, mjekësor. Po, një prapavim mjekësore dhe nuk është të thënë që është e vetmja mënyrë, por duhet të informohesh për çfarë do problemi që mund të kesh, duhet të informohesh. Dhe nëse ti vetë nuk je mjek, mund të pyesësh një mjek, mund të pyesësh një farmacist, mund të kërkosh ndihmë nga dikush. Pra të konsultohesh. Pavarësisht se fakti yt I mirë, ti ke studiuar për mjekësi. Bukur. E fundit pyetjet nga unë Kristina, duke qenë se jo çdo kush mundet si drejtohet palestrës dhe tham që Vera është afër dhe vajzat I merakos si barku, si krahat, të gjithave na ndodh kjo gjë. Ke një sugjerim përse I përket hapave në ditë? Sa hapa në ditë mund të bëj dikush për ta menaxhuar atë deficitin që ti shpjegove pak më parë? Unë heci shumë, domethënë mundohem shumë që të heci çdo ditë sa herë kam mundësinë, mundohem që të heci, të bëj një shëtitje dhe është shumë e rëndësishme që të hecësh edhe pasi ti konsumon ushqim, për shembull pasi konsumon vaktin e drekës ose të darkës, minimalisht 10 minuta ecje, qoftë edhe nëpër shtëpi, qoftë edhe të zbresësh poshtë ballatit ose të bësh një shëtitje të shkurtër, të ndihmon shumë insulinën. Por, unë heci 8.000 hapa deri në 15.000 në ditë. 8.000 hapa deri në 15.000 në ditë mund të jenë ndikues që çfarë ham ne të sigurohemi ta djegim, thonë gjuhën. Të ndihmon, por gjithmonë nëse masim atë vizitën që I kushtojnë frigoriferit. Nuk e zëvendëson dietën, domethënë mund të ndihmojë te deficiti jot, që ti të shtosh pak ato kalori që mund të konsumosh ose ta kesh më të shpejt procesin, por nuk e zëvendëson një dietë e ekuilibruar. Shkojnë bashkë, rrin krahas njëra tjetrës. Faleminderit shumë. Mesazhi që morëm është regjim I mirë ushqimor, disiplinë e cila zgjat në kohë, blini disa palë atlete shumë të mira sepse do ju duhet të ecni dhe patjetër frekuentoni vendet e fitnessit, palestrës që t'ju ndihmojnë edhe përshpejtojnë procesin e rënjes në peshë. Përmbi gjitha, të jemi shëndet plot. Këtë tha dhe Kristina në hyrje të bisedës. Kristina, faleminderit shumë e dashur. Kënaqësi për gjithë modelin që u dhan vajzave, ndërkohë që bëhemi gati me një herë tani të t'ju tregojmë disa truke të thjeshta pastrimi për shtëpinë tuaj, mos u largoni.